Në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi është zhvilluar Kupa e Shqipërisë në Taekwondo me pjesëmarrjen e të gjitha ekipeve kombëtare, ku Vllaznia shkëlqeu me rezultate pozitive. Shkodranët u shpallën kampion me ekipin e fëmijëve, ndërsa zon vendin e dytë me ekipet e para të rinjve dhe të rriturve. Trajneri Elion Puka u shpreh se ky sukses është fryt i punës dhe i pasionit të përditshëm, ndërsa duke folur për vitin në tërësi, shtoi se priste diçka më shumë nga rezultatet e Vllaznisë. Ai theksoi se është optimist për vitin tjetër. Si çdo vit tashmë në mbylljet vitit ne organizojmë Kupën e Shqipërisë ku marrin pjesë të gjitha ekipet shqiptare. Nga ekipi Vllaznisë kemi 70 sportistë, kryesisht kategorinë e moshave të vogla. Kemi duke bërë paraqitje të mirë, sidoqoftë na kena shumë që janë edhe për herë të parë për të marrë eksperiencët e tyre dhe urojmë që të paktën me moshat e vogla me arrit edhe rezultate shumë të mira duke pretenduar dhe titullin kampion. Në fakt pritshmëritë tona e kemi pas shumë të mëdha në fillim të vitit, duke pas parasysh që kemi pas edhe mbështetje nga Bashkia Shkodër, jo atë mbështetjen që realisht na nevojitet, por që urojmë për vitin 2026 me mbështetje edhe më të madhe, besojmë që edhe rezultatet do të vinë në vazhdimsi. Ndërkohë, sekretari i Federatës së Taekwondo Hotion Orhani tha se është shumë i kënaqur me masivitetin në këtij sporti dhe sukseset e arritura. Fatmirësisht vitet e fundit sporti jon fal punës që kanë bërë trajnerët e rinj, veprimtarive ndërkombëtare që kemi sjell rreth 12 në 4 vitet e fundit në Shqipëri, ka ngjallur entuziazmin, ka ngjallur interesin drejt këtij sporti dhe ne tashmë mund të themi që jemi pionierë i sporteve individuale në Republikën e Shqipërisë. Jemi të kënaqur, kemi arritur të arrim deri në ranking vend 5 në botë, kemi kampion Europe, kemi nën kampion Europe, kështu që avash me shtimin e numrit, masivizimin, po vjen edhe rezultati sportiv për vendin tonë. Për ekipin e Vllaznia Taekwondo, kampionet të këtij edicioni ishin Ajri Sula, Asena Gradeci, Asra Miloti, Esra Marinaj, Hayden Pepic, Geldon Shabaj, Kenza Hoxha, Arel Hysaj, Hyma Meryem Bilgin, Livia Papa, Elif Mira Yetkin, Amina Hadri, Menida Meta dhe Selma Uruqi.